mua ata, kupton. Antigona 250.000 euro përmendi Klevjo vitin. Janë cifrat e cilat këta kanë qef mi zmadhu. I zmadhojnë, po, vërtet. Është letë llogaritshme sa fitohet në TikTok. Dihet sa paguhet TikToku. Edhe nëse i ka ato cifra, kësha pas qef me na i kallëzu me telefon. Mundet me na i kallëzu. Ka hargjume, nga i Klevjo hargjume. Shifet e të cifra sa. Antigona nuk njifemi, edhe po njifemi në bashkë bizetim dhe mos je kaq skeptike, se po të them dhe i herë, shoku im për 5 minuta, jo për vite, për 5 minuta 200.000 euro, dhe unë po të them, të mora 250.000 euro të mia sepse i kam bërë dhe thash deri në 350. Po problemi është se nuk kam pse të gënjej, se as nuk ka një gjë, po thjesht kjo është shifra. Ka pak egon këtë ka thuti Klevjo. Une jam aktive në TikTok, kam shumë njerëz që më rrethojnë që janë aktive në TikTok, e di sa fitohet në TikTok, mund të fitoni një cifër tillë, nëse merreni me një organizim, lutem mos më ndërprej, lutem. Ai po thotë se unë e kam të lirë të flas kur dua unë. Se unë e kesh të fund. Unë e kam të lirë të flas kur dua unë. Ai po thotë që është CEO i TikTokut. Ti nuk e di se sa fiton ai. Ai vetën e doktor shkencash. Okej. Ai mund të më thirr vetën çka dush se këtu na mundën më thirr vetën çka dona. Po ke drejt. Po ças besoti tani? Një cifër që është bajagi e madhe. Nëse do të paguaje ta tim për atë cifër nuk do ta kisha thënë kaq thjesht. Po ças besoti tani? Mundeni me fitu ata cifra vetëm nëse keni në organizim, në diçka humanitare ose diçka tutje. Po vetëm për qef nuk i fiton. Antigona, këto cifra, përveç se bëjnë me organizim, po ne jemi dhe ata që duke fitu lek nga TikToku, kur shikojmë në një kështu që është i smur apo ka hall edhe e ndihmojmë. Po me lek të TikTokut i mbledhim cifrat, kupton? Ose kështu, adin i bjen që jeni të ju ofendu ata që ju gjujnë. Se nëse thoni ju unë i fitoj 250.000 euro për një vjet të nejtë dhe të bëha i gare, atër është dikush që i jep ato pare. Po patjetër është i dashuri jot, një shoku jot, një kushëriri jot, një shoqja jot, ata janë se si vinë nga marrësi. Kur të përgjigjem ty. Jo mos e si moderator me drejtu ti kush më fol. Vetëm pak besnik. Po të fiton me na viti. Ato më mos me të përgjigj. Po është drejtë jotja. Atëherë Derisa kërkuve për Klevjos edhe... Po jo, na Klevjo se nuk i fiton 250.000 euro. Unë jam aktive, po nuk fitoj në TikTok. Jemi qarë, pra.